Rëzbjeshkëve të sharit që lëshohen në fushën e hapur të Tetovës, me një hap të butë të gjelbër si fije e algës në gjitë të ujit, për krah njëri tjetrit, që i ndan vetëm një rrugë gulërore, i hjeshuar prej plepave shtatë lartë si dy bineq, gjenden dy fshatra më të afërt të Tetovës, Poroj dhe Xhepçishti. Pas shpine i ledhaton pohiza erë ëndse, kurse nga lindja në mënyrë horizontale i pret rruga automobilistike e gjerë 8 metro, që lidh gjerdanin e fshatrave të bardhë prej qytetit të Tetovës deri në Globocic, fshat ky që gjendet midis Republikës Socialiste të Maqedonisë dhe Krahinës Socialiste Autonome të Kosovës. Për lashtësinë e dy fshatrave, si rëndom, pasi mungojnë dokumente të shkruara, hipotezën e bazojmë në thënjet e të vjetërve. Hipoteza më e përhapur është kjo. Në një farë kohë pasi ndahen dy vëllezër, ndërtojnë dy shtëpi në një largësi prej disa qindra metrash, me qëllim që sa më tepër të kenë midis vehtes tokë të pleshme. Kësaj njëri gjendet pranë Porojit, kurse tjetri në xhepin e tij, prej të cilëve dalin edhe emrat Poroj dhe Xhepçishti. Të dy fshatrat, të bardhë si të bardhë e syrit, i lidh një tokë pjellore, një përvojë etike, një zhvillim dhe një perspektivë. Nga shpina e fshatrave buz Bunacës së Lumit më të rrezikshëm në Ballkan, i cili sipas asaj që mbajt mend, prej vitit 1928, 5 herë e ka përmbytur fshatin Poroj, e gjendet proshmi me ahe të rinj dhe shpati i butë me emrin Ftohtësina, përballë së cilës qëndron vendi me emrin Shkrepi, mandej radhiten Lugu i Shlishët dhe Gurët e Hutave, që ndajnë fshatin e vogël Llafsë prej dy fshatrave bineq. Lumi anonim i përbërë prej dy burimeve një 15 km përmi fshatin më të largët të Sharit, Gjerma, shpërthen me rëmbim të llahtarshëm, shkëmbejnë të rrëmpinjtë dhe duke dalur nga shtrati me një gjerësi prej afro 15 metrash, shkakton përmbytje të mëdha, si të shtëpive ashtu edhe të tokës pjellore, duke mbushur këtë të dytën me zhavor dhe gur të rëndë gjermë 200 tonelata. Kohëve të fundit janë marrë masa adekuate, duke u rekur ta frenojnë turin e tij me penda skeletore, të cilat me investimin e komunës janë ndërtuar përmbi fshat. Megjithatë, furia e tij vetëm në pranverë të këtij viti i vuri në rër 500 hektar tokë pjellore. Megjithatë, njerëzit e këtushëm e mundin me vullnetin e tyre stuhin. Në çdo shtëpi, në çdo kënd të dy fshatrave, që së bashku përbëjnë 750 shtëpi me afro 5500 banor, është ndezur drita e re e arsimit, kulturës e bashkësisë sonë. Këto dy fshatra për krah shumë gjerave të përbashkëta kanë edhe shkollën fillore, Liria, prej ku kanë dalë një numër i madh profelesh, kuadrësh të ndryshme. Me fakultetet dhe shkollat e larta kanë dalë mbi 83 persona, nga të cilët kuadro specialistët të ndryshëm si ekonomist, jurist, arsimtar, profesor e tjerë. Me shkollë të mesme kemi mbi 150 të kanë të kryer, ndërsa momentalisht student ka 110, të cilët studiojnë në Universitetin e Shkupit të Prishtinës dhe të Vendit. Për tyre femra janë 15 studente, ndërsa të shkolluara në shkollët e mesme dhe që kanë kryer shkollën e mesme janë 30 studentë.
Në këtë moment kisha dëshiruar të potencoj edhe sukses të kësaj shkolle, zëri i të cilës është ndëgjuar jo vetëm në komunë, por edhe në publik, edhe më larg në vend. Për sukses të arritura, shkolla mesatare çdo vit merr nga 10 deri 15 diploma, ndërsa shkolla është shpërblyer edhe me dhuratën më të lartë, me dhuratën e nëntarit. Kisha dëshiruar me potencu edhe ndër sukses të shkollës është edhe suksesi i kooperativës së nxënësve, e cila ka arritur të afirmohet si kooperativë më e mirë në RSM edhe në vend. Kjo kooperativë e nxënësve ka marrë pjesë 4 herë në revistat e kooperativistëve të Jugosllavisë, ndërsa si vjet ka qenë edhe një kuqire e kooperativistëve të Jugosllavisë, e revistës së 11 të kooperativistëve të Jugosllavisë, e cila u mbajt me 17 maj, ku pjesëmarrësit kanë qenë të impresionuar nga mikpritja e përzemërt, me bukë kryp e zemër nga nxënësit të kësaj shkolle dhe janë ndarë me përshtypje të jashtëzakonshme. Poi knoj kong trimit liris, pajazit i dëshmorit ton, e o thell nga zemra konga buron. Kam të huj gjallis duroj, vullnetarën e srema i shkoj, e u me Gjermanin o të luftoj. E u lam të miro babenjan, e lam të miro ju vlazni, po shkoj lufto për lirin e venin ton, e o po plion me dhe që takzon. E unë fushte stremi djali u shku, tu i hedh bumba në pusht në gjuh, shumë fashistoj ka fajru, por pa prit ki plumi zi, e mur djalin o brien bri, fjallën e fundit rrim e tha, e o kenaci, per liri me ranu he. Megjithë këtë, ky vendbanim për dy fshatrave i shtirë në pjesën më pjellore të fushës është vendbanim tipik bujqësor, një ndër fshatrat që ka thyer 7 rekorde komunale dhe republikane në kultura të ndryshme bujqësore. Çdo familjeje mesatarisht i takojnë 2 hektar tokë pjellore, e cila punohet me 370 traktor, secilës familje të dytë i takon 1 traktor, 7 kombajne edhe me qindra e qindra mjete të agroteknikës bashkëkohëse. Dëshira për rendimentet më të larta, farra të reja, kultura të hershme dhe asortimentet të shumënduarshme kanë bërë që fshati ta ndrojë tërë pamjen e vet.
Tani me gish mund të numëron shtëpitë e vjetra, të cilat presin ditën që të shndrohen në shtëpi shumë kace, siç është rasti me shtëpitë tjera. Në shumën e të ardhurave e bëjnë pjesë të ardhurat nga të punësuarit përkohësisht në botën e jashtme, numri të cilëve sillet rreth 350. Pos këtyre të inkuadruar në sektorin shoqëror në kuadër të komunës së Tetovës gjenden edhe një 300 persona. Një zhvillim i këtij intenziv në lemin e bujqësisë moderne dhe të transformimit struktural të popullsisë ka bërë të mundur lulëzimin e gjithëmbashëm të fshatit. Në tokën e tij në fshat të punuar me kujdesin më të madh Hasëm Abdullah Halimin, njëri nga buqit më të dalluar, ai ushton detyrën arsimtarit të edukatës fizike, por kohën e lirë kalon në fushë. E jeton me të vëllezërit i pandar, njëri është jurist, tjetri inxhinier i makinerisë. Që të tre punojnë në fushën, prej një hektari nxjerrin 6.000 kg grur, tokën mandi e rileverojnë duke mbyll aty lakra. Zakonisht merren me nxjerrjen e prodhimeve të hershme, domateve, patateve, lakrave e tjera. Mësuam se për çdo prodhim konsultojnë literaturën përkatëse. Prodhimet e tyre shiten në të gjitha tregjet e Jugosllavisë. Jemi të ara të i punu, këto kemi 6 ile tokë, të cilin e punojmë, edhe mundohemi që çdo verë të kryjmë punë edhe të marrim fryte, mundohena që 2-3 të korona të marrim në vit, punojmë me babën dhe 2 vllazë tjerë, edhe jemi të kënaqur nga kjo tokë, pasi edhe në treg dalim të parët në pranverë.
Dy fshatrat përveç ndërtimit të ujësjellësve të rinj me vetë kontribute, kanë ndërtuar ambulancën, Pallatin e Kulturës, 2 ura mbi lum. Pranë përmendore së 5 luftëtarëve, xheptistas, të rënë në luftën nacionale shqiptare, gjendet shtëpia e kulturës me një bibliotekë që disponon fond të pasur librash, me sallën për aktivitete shoqërore e kulturore dhe lokale ndihmëse. Në fshat gjenden ambulanca, ku ushtrojnë detyrën një mjek dhe 4 infermiere. Totalisht janë evituar sëmurjet infektive, që kanë qenë karakteristike kohës së shkuar. Bujqësia është dega kryesore e këtyre 2 fshatrave. Përparimi i saj në këto vjetët e fundit është mjaft i dukshëm në të gjitha sektorët, e sidomos në sektorin e arsimit. Nga kjo është e kuptueshme se në qendër të aktivitetit të organizatave shoqërore politike të këtyre 2 fshatrave është vënë zhvillimi i mëtejmë i bujqësisë. Angazhimi në këtë drejtim ka dhënë rezultate konkrete. Kohët e fundit,
jemi përqendruar që t'i vëmë në jetë masat e stabilizimit ekonomik, posaçërisht në bujqësi. Edhe me këtë dëshirojmë që të japim kontributin tonë në këtë drejtim. Çdo gjë ka ndryshuar në fshat. Aty gjenden 100 vetura markash të ndryshme. Çdo familje me përjashtim shumë të vogël ka aparat televiziv me teknikë bashkëkohëse shtëpiake. Kohëve të fundit, me një shkathësi të veçantë, fshatarët e dy fshatrave janë rikëthyer blegtorisë së dikurshme. 25 familje, përveç të ardhurave nga bujqësia, buxhetin e tyre e pasurojnë edhe me ruajtjen e deleve të racës Merina dhe gjysmë Merina. Kopejtë që ruhen prej 40 barimve, të cilat gjatë verës së verojnë në shar, kurse dimrit dimrojnë në fshat i përbëjnë 3500 berra. Këto dy fshatra sa janë rritur, se cilin në veti, aq kanë realizua aksion për ngritjen e objekteve të përbashkëta të infrastrukturës si që janë. Shkollat, ambulancat, shtëpia e kulturës me bibliotekën e të tjera. Me furnizimin e këshillave koordinuese për bashkësive lokale janë krijuar kushte që edhe shumë plane zhvillimi në të ardhmen të realizohen bashkërisht. Atë botë kur hyja e përmurgët e majeve të thikta të sharit pushonte në gjirin e vet tepsinë e fushës, fshati filloi uturimën e vet prej bërbërimave të motorëve të gjithë farë mjetesh autoteknike. Në një livadh të këtyre fshatrave, që sajojnë një qytet të vogël, pas ekipit ton mbeti grupi i çifteligjinëve të rinj me vallën popullore nga fusha e Pollogut.